tjetë sindikata, nuk e le atë mashtrusin, atë abuzusin, atë punëtorin që e mban pa orara aty dhe nuk i jep orët shtesë. Nuk e le atë ndërtusin që të vej me atlete punëtori nesër në punë atje, sepse i rrezikohet jeta pa rregulla. Nuk e le atë ndërtusin që të veri skela, le të themi që nuk përdoren në Europë as për muze, jo me të bëhen punime. Dhe kush është patjetër sindikata, sepse e detyron atë dhe i bën gjithë bashkë. Sepse po dalësh ti dhe unë vetëm si individ, të heqej nga puna më burr. Ai e ka bukën e vetes dikush. Po të heq nga puna më burr. Dhe a e the shumë mirë ti që janë trenat bllokuar sot dhe nesër aty në Gjermani. A del një punonjës si Hekurudhës të dalin punë, ja mban të dali? Të marri trenin të dalin ma. Po këtu te ne po të bëhet kjo, gjysma e punonjësve do dalin ditën tjetër në punë. Pse? Nuk është me lisë, kanë kontrate, s'ka ku vetë. E kanë kontratë pra sindikata. Dhe prandaj duhet sindikata. Pra, duhet për të mirën tonë, mo sindikata është për ne, po jo këto që janë këtu në Shqipëri. Pra, këto janë sindikata. Këto janë thjesht disa institucione për të marrë lek një pjesë për të